Për mijëra vjet, njerëzit kanë ngritur syt drejt qiellit dhe kanë vrarë mendjen se çfarë fshihet përpara tyre në jetën tjetër. Nga natyra shpirti ynë dëshiron një përgjigje për atë që mbase është misteri më i madh i jetës. Se çfarë na pret kur të kalojmë derën për në botën tjetër. Por Perëndia nuk i fshet detajet për vendin ku do të jetojmë përjetësisht. Shikoni në fjalën e Perëndis dhe do të shihni një copës të parajsës, rrugë më të shndritshme se ari. Froni vezulluesi Perëndis dhe shtëpia e përjetshme Jezus Krishtit. Të gjitha detajet madhështore janë shkruar në faqet e shkrimit. Si do të duket parajsa? Si do të shkojë shpirti ynë aty? A do të ribashkohemi me të dashurit tanë kur të shkojmë aty? Dhe si do të duket trupi ynë për gjithë përjetësinë? Këto janë vetëm një pjesë e vogël e gjërave që mund të dimë për përjetësinë, që na premtohet se do të jetë një vend përtej ëndrave tona më të çmendura. Ju mjafton vetëm që të hapni Biblën dhe do të zbuloni se brenda saj Perëndia po na zbulon misteret e parajsës. Tani, po ju lëm me mikpritësin tuaj dhe mësuesin e Biblës, Dr. David Jeremia. Nëse do ta luani mbrapsht filmin e historisë botërore dhe do të shohim disa qindra vjet më vonë, ne, kombet e industrializuara të botës do të bënim një dy gjëra ndryshe për të kujdesur më shumë për tokën që Perëndia krijoi. Edhe pse nuk mund ta kthejmë të shkuarën pas, padyshim që mund të jemi administrator më të mirë sot. Dhe ekziston diçka që mund të bëjmë. Mund të shohim përpara drejt qiellit të ri dhe tokës së re që Perëndia ka premtuar se do të krijojë. Ky është titulli i mesazhit sotëm, Qielli i ri dhe toka e re. Mund të habiteni nga gjërat që na zbulon Biblia për ato që do të ndodhin në këtë planet, përpara se të fillojë përjetësia. Prandaj qëndroni me ne për të studiuar këto bashk, pikërisht këtu, në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Brenda zemrës së çdo burri dhe gruaje qëndron një dëshirë për epokën e ardhur në këtë tokë. Sikur të gjithë ta dinë se parajsa jon humbi në kopshtin e Edenit. Dhe ne kemi një dëshirë për ta ripërtërir, e duam të na kthehet. Gjatë gjithë historisë së racës sonë, kjo dëshirë është shfaqur her pas here me pritshmërinë për një epokë kur toka do të jetë në paqe dhe qetësi. Dhe ne do të mund të jetojmë epokën e ardhur. Kjo është pikërisht ajo që vetë Zoti na mësoi për të lutur kur na dha lutjen e Zotit. Kur ne themi lutjen e Zotit dhe themi ardh të mbretëria jote në tokë si në qiell, pikërisht për këtë po lutemi, që gjendja e qiellit më në fund të jetë edhe gjendja e tokës. Tani të gjithë ata prej nesh që din pak teologji e din që kjo nuk do të ndodhë kurrë përgjatë mbretërimit të tanishëm të vdekjes në këtë tokë, por kjo është shpresa në zemrën e të gjithëve. Kjo është pritshmëria e duhur e popullit të Perëndis. Këtë e gjejmë në lutjen e Zotit dhe për këtë na mëson të lutemi fryma e Zotit. Pikërisht këtë kishte në mendje edhe autori i Hebrejve, kur po përshkruante disa prej njerëzve që kishin vuajtur shumë, por kishin arritur që t'i kalonin në këtë vuajtje sepse kishin shpresë. Te Hebrejve 11:4 na thuhet sepse ata që flasin të tilla tregojnë se kërkojnë atë dhe. Por ata tani dëshirojnë një dhe më të mirë, do me thënë qiellor, prandaj Perëndis nuk i vjen turp të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet. E dim apo nuk e dim, zonja dhe zotrinj, ne kemi mall për kopshtin e Edenit. Në çdo qenie njerëzore ekziston një dëshirë për atë që shijuan prindrit tanë të parë. Ne dëshirojmë një tokë të përsosur dhe të bukur. Ne duam që çdo gjë e humbur të rikthehet. Nuk mund të bëjmë dot ndryshe, kjo është programuar në programin ton si njerëz. Dhe kjo dëshirë jona shprehet në shumë pasazhe të bukura në shkrim, si në Dhjetën e Vjetër, ashtu edhe në Dhjetën e Re. Prandaj dua që si fillim të shkojmë pak te premtimi për qiellin e ri dhe tokën e re. Kjo është e para me numra të romak. Premtimi për një qiell të ri dhe një tokë të re. Nëse e lexojmë Biblën me kujdes, do të zbulojmë se të theksuara në për të gjithë Biblën janë premtime të vogla se kjo ka për të ndodhur. Për shembull tek Isaia kapitulli 66 vargu 22 lexojmë: sepse ashtu si qiejt e rinj dhe toka e re që unë do të bëj do të jenë të qëndrueshëm para meje, thot Zoti. Isaia parashikon një kohë kur do të ketë një qiell të ri dhe një tokë të re dhe këto do të zgjasin përgjithmonë.
A i thot do t'jenë të qëndrueshëm para meje. Më vonë, Isaia gjithashtu na raporton se ky qiell i ri dhe kjo tokë e re do t'jenë kaq të mrekullueshme, kaq krejtësisht të bukura, saqë do të na bëjnë që t'i harrojmë ato që dim për tokën siç është sot. Dëgjoni pak Isaian 65:17. Sepse ja, unë krijoj qiej të rinj dhe një tokë të re, dhe gjërat e mëparshme nuk do të kujtohen më dhe nuk do të vinë më në mendje. Pietri na sugjeron se ky qiell i ri dhe kjo tokë e re do të jenë një vend ku do të banojë drejtësia. Tek 2 Pietrit 3:13 lexojmë këto fjalë: por ne sipas premtimit të tij presim qiej të rinj dhe tokë të re, në të cilët banon drejtësia. Le të shohim se çfarë na thot autori Gjoni nga vendi ku ndodhej në ishullin e Patmosit. Tek Zbulesa kapitulli 21, në vargun 1 dhe pastaj në vargun 5. Ja se çfarë thot ai: dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar dhe deti nuk ishte më. Dhe ai që rrinte mbi front tha: ja, unë i bëj të gjitha gjërat të reja. Ky është premtimi për qiellin e ri. Perëndia i plotfuqishëm na ka thënë përmes apostullit Gjon se një ditë gjithçka për këtë tokë dhe për këtë qiell ai do ta bëjë të re. Tani së dyti dua që të flasim pak në lidhje me pastrimin e qiellit të ri dhe të tokës së re. Së pari le të shohim disa informacione që nga Zbulesa kapitulli 21, tani le t'i hapim Biblia tona më përpara, vetëm disa libra më përpara, tek 2 Pietri kapitulli 3. Tani, ndërsa e gjeni në Bibël 2 Pietrin, më lejoni t'ju them se nëse mbledhim bashkë të gjitha informacionet që janë në dhjatën e vjetër dhe të re, do të zbulojmë se ky qiell i ri dhe kjo tokë e re nuk do të shfaqen përpara se të ndodhin gjërat më poshtë. Së pari, do të ketë një kohë mundimesh për 7 vjet, në fund të cilave do të bëhet një betejë e madhe që quhet Betejë e Armagedonit. Pastaj do të futemi në një periudhë kohore prej 1000 vjetësh që quhet 1000 vjeçari. Do të flas për këtë herë tjetër. Dhe në fund të 1000 vjeçarit do të ketë një rebelim të fundit dhe Satani do të hidhet në liçenin e zjarrt. Do të ndodhë gjykimi i Fronit të Madh të Bardhë dhe të gjithë ata që e kanë refuzuar Krishtin përgjatë historisë do të dalin përpara gjykimit të Fronit të Madh të Bardhë, ku do të dëgjojnë këto fjalë: largohu prej meje, nuk të kam njohur kurrë. Dhe e gjithë e keqja e tokës do të gjykohet dhe do të dërgohet në liçenin e zjarrt. Menjëherë pas kësaj, kapitulli 21 thot se Perëndia i plotfuqishëm do ta pastrojë tokën tonë. Tani dëgjoni se çfarë ndodh. Perëndia i plotfuqishëm do të bëjë diçka, të cilën shumica e njerëzve habiten shumë kur e mësojnë. 2 Pietri 3, vargjet 10 deri në 12 thonë: dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën, atë ditë qiejt do të shkojnë me krism. Elementet do të shkrihen nga të nxehtit, dhe veprat dhe toka që janë në të do të digjen krejt. Qiejt në flak do të treten dhe elementet të konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. Sipas shkrimit, kjo ka për të ndodhur menjëherë pas periudhës së 1000 vjeçarit, pas mbretërimit të Krishtit mbi këtë tokë për 1000 vjet. Perëndia i plotfuqishëm do të bëjë një punë pastruese në tokën siç ne e shohim sot. Tani çfarë kërkon të na thot Biblia kur na thot se qielli dhe toka do të kalojnë? Për sa kohë që mbaj mend unë, gjithmonë kam besuar se kjo tokë dhe qiejt që e rrethojnë atë do të zhduken, do të shkatrohen plotësisht. Me fjalë të tjera, Perëndia do të heqë dorë nga kjo botë, do ta zhduk plotësisht dhe do të fillojë sërish nga e para. Tani e kuptoj se e kam kuptuar gabim këtë gjë, ashtu si edhe shumë të tjerë siç kam mësuar. Por unë ngushëllohem duke ditur që shumë mësues që kanë kaluar në për procese si unë, e rrëfejnë që e kanë besuar këtë dhe që kanë zbuluar më pas duke studiuar Biblën që kjo nuk është e vërtet. Në fakt, një djalë i ri që është një student i madh i parajsës ka shkruar një libër të jashtëzakonshëm mbi këtë temë me titull Qielli, Randy Alcorn, i cili thot diçka në librin e tij. Dëgjoni pak. Për shumë vite si student i Biblës dhe më vonë si pastor, nuk kam menduar për ripërtëritjen dhe restaurimin. Në vend të kësaj kam besuar se Perëndia do ta shkatrojë tokën, do ta braktisë projektimin dhe planin origjinal dhe do ta fillojë nga fillimi për të zbuluar një plan të ri për një parajsë të mbinatyrshme. Vetëm gjatë 15 viteve të fundit më janë hapur syt për atë që ka thënë gjithmonë shkrimi. Tani le të shohim edhe një herë këtë pasazh tek 2 Pietri. Vini re se çfarë thot ai? Dhe veprat dhe toka që janë në të do të digjen krejt, dhe qiejt në flak do të treten.
Fjala digjen në këtë pasazh të shkrimit nuk shfaqet në këtë mënyrë në një dorëshkrim të hershëm në greqisht. Në fakt, nëse kemi një kopje të përkthimit New International Version, këtë frazë e përkthen ta lërë zbuluar. Dhe fjala e përdorur në këtë pasazh përçon idenë e të qenit i zbuluar ose ndryshe i ekspozuar. Me fjalë të tjera, Pietri nuk po na flet për shkatërimin e tokës, por në fakt për pastrimin e saj. Një fjalë tjetër kyçe në këtë pasazh është fjala e re. Ai do ta bëjë të re në kuptimin e rifreskimit të saj. Ai do ta bëjë atë të re në kuptimin që do ta pastrojë atë nga të gjitha prishjet e vjetra. Tani, me që ky është një kuptim i ndryshëm i pasazhit nga sa prezantohet shpesh. Dhe unë besoj se e dija se çfarë kuptimi kishte, doja të sigurohesha që nuk isha i vetmi që do ta kuptoja këtë. Kuptoni që nëse ju jeni i vetmi që beson diçka nga Bibla, mbase më mirë të mos flisni vërdall për këtë. Nëse është e re, nuk është për ne, apo jo? Prandaj sa herë që has diçka si kjo, ku kuptoja një ndryshim të vogël në paradigmën e profecisë, menjëherë përpiqem që të lexoj çdo gjë që mundem për t'u siguruar që nuk jam i vetmi që e beson diçka të tillë, jo se jam frikatsak apo friksohem, por e kuptoni ç'dua të them. Prandaj kam lexuar shumë komentar për këto pasazhe dhe duaj që të dëgjoni se çfarë kanë thënë edhe disa njerëz të tjerë. Së pari, dëgjoni se çfarë ka thënë Henry Morris për këtë pasazh. Unë do të shkoja në luftë krah Henry Morrisit për Biblën, sepse e di që ai e njeh fjalën e Perëndis. Dëgjojeni. Si në pasazhet e Dhjatës së Vjetër dhe tek e Reja, fjala e re nënkupton diçka të re për sa i përket ekzistencës. Pra, një qiell i ri dhe një tokë e re mund të përkthehet sakt një qiell i ri për të rirë dhe një tokë e ri për të rirë. Janë njësoj si të parat, përveç se rënimet e vjetra të kalbjes janë zhdukur dhe ato janë ri për të rirë dhe rifreskuar tërësisht. William Hendrickson, i cili është një autor komentarësh shumë i mirënjohur, shkruan kështu: ai thotë, qielli i parë dhe toka e parë kanë kaluar. Vetë themelet e tokës janë nënshtruar një zjarri pastrimi. Çdo pikë mëkati, çdo shenjë vdekje është larguar. Nga ky zjarr i madh ka lindur një univers i ri. Fjala në origjinal lë të nënkuptohet se ishte e re, por jo një tjetër. Është një botë e re, por jo një botë tjetër. Është i njëjti qiell dhe e njëjta tokë, por e ri për të rirë lavdishëm. John Piper, një studiues më modern, ka shkruar: ajo që i ndodh trupit ton dhe ajo që i ndodh krijimit shkojnë së bashku. Dhe ajo që i ndodh trupit ton nuk është asgjësimi, por shpengimi. Trupat tanë do të shpengohen, ri për të rijen dhe do të bëhen të rinj, nuk do të hidhen, dhe kështu do të ndodhë dhe me qiellin dhe me tokën. Kur Perëndia krijoi qiellin dhe tokën në librin e Zanafillës, apo e lexova sërish këtë javë, her pas here, ndërsa i përfundonte çdo pjesë të krijimit, çfarë ka thënë? Dhe Perëndia pa që kjo ishte e mirë. Dhe pastaj pasi përfundoi gjithçka, në deklaratën e tij të fundit çfarë tha? Dhe Perëndia pa që ishte shumë mirë. Nuk kemi prova që ai ka ndryshuar ndonjëherë mendje. Qëllimi i tij nuk është ta braktisë krijimin e tij. Qëllimi i tij është që ta ripërtërijë atë. Anthony O'Kena ka thënë se Perëndia do ta zgjësonte botën e tanishme. Satani do të kishte marrë një fitore të madhe. Satani do t'ja dilte për të prishur në mënyrë shkatrimtare tokën e tanishme, ajsa Perëndia nuk mund të bënte dot asgjë tjetër veç se ta zhdukte nga ekzistenca. Por Satani nuk e mori këtë fitore. Përkundrazi, Satani është mundur përfundimisht. Dhe Perëndia do të zbulojë dimensionet e plota të kësaj mundje kur ai të ripërtërijë këtë tokë në të cilën Satani e mashtroi njerëzimin dhe në fund do ta shpëtojë nga të gjitha makinacionet e Satanit. Randy Alcorn shkruan: Perëndia nuk e flaktutje punën e dorës së tij dhe të filloi gjithçka nga e para. Në vend të kësaj ai përdor të njëjtën kanavac për të riparuar dhe për ta bërë më të bukur pikturën që ishte dëmtuar nga vandali. Vandali nuk e merr kënaqësinë e shkatrimit të veprës së rivalit të tij, përkundrazi. Perëndia bën një kryevepër edhe më të madhe me atë që armiku i tij kërkonte ta shkatronte. Apo më kuptoni? Apo më dëgjoni me vëmendje? Mirë, ne folëm për informacionet dhe për interpretimin. Tani duaj që t'ju jap një ilustrim, dhe a nuk është e mrekullueshme që ilustrimin e gjejmë në Bibël? Pikërisht në të njëjtin pasazh tek 2 Pietri. Prandaj mbajini librat hapur tek 2 Pietri dhe duaj që të shohim diçka që do t'ju ndihmoj të kuptoni se sa i sakt është vërtet ky interpretim. Le të lexojmë bashk te 2 Pietri, kapitulli 3, vargjet 5 deri në 7. 2 Pietri kapitulli 3, vargjet 5 deri në 7. Këtu flitet për përmbytjen që ndodhi gjatë kohës së Noeut, po më dëgjoni, le të fillojmë.
2 Pjetri 3 vargu 5, sepse ata me dashje harruan se nëpërmjet fjalës së Perëndis qiejt vinin në ekzistencë shumë kohë më parë, dhe se toka doli nga uji dhe u sajua nëpërmjet ujit, për shkak të cilit bota e atërshme u mbulua nga uji dhe humbi. Ndërsa qiejt dhe dheu i sotëm janë ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabes. Tani çfarë lidhje mund të ketë kjo me qiellin e ri dhe me tokën e re? Më dëgjoni me kujdes, sepse ky është çelësi. Pjetri na jep neve çelësin për të kuptuar zjarrin, duke na treguar për ujin. Ai na ndihmon që të përvetsojmë kuptimin e pastrimit përfundimtar të qiellit dhe të tokës, duke na përshkruar pastrimin e mëparshëm që ka ndodhur në kohën e Noeut. Tani dua t'ju bëj disa pyetje. A e zhduku tokën përmbytja në kohën e Noeut? A e zhduku? Padyshim që përmbytja ishte shkatruese dhe kataklizmike, por nuk e zhduku botën. Perëndia e ruajti Noeun dhe familjen e tij në mënyrë që të ripopullonin botën që ishte bërë gati për ta, duke e pastruar dhe purifikuar me anë të përmbytjes. Në të njëjtën mënyrë, Perëndia nuk do të bëjë që toka e tanishme të pushojë së ekzistuari përmes zjarrit që do të vijë në fund të kësaj epoke. Zjarri do të ketë një efekt më të madh pastrues se sa çpati uji mbi botën, por nuk do ta shkatërrojë botën, dhe ashtu si Noeu dhe familja e tij ishin të mbrojtur në ark, populli i Perëndis do të jetë i mbrojtur në Jeruzalemin e ri që e zbuluam kohët e fundit. Nuk është ende në tokë, por po qëndron pezull mbi tokë. Ai qytet do të jetë arka jone e sigurisë përgjatë pastrimit të tokës. Pra, ne kemi premtimin e qiellit të ri dhe tokës së re, dhe kemi pastrimin e qiellit të ri dhe tokës së re. Dhe së treti dua që t'ju tregoj disa parime për qiellin e ri dhe tokën e re, të cilat kanë për t'ju habitur vërtet shumë. Ju premtoj për këtë, sepse do t'ju tregoj se si do t'jetë në atë kohë. Kur ky qiell i ri dhe toka e re do t'jenë gati dhe Perëndia ta ketë pastruar atë, do t'jetë e njëjta tokë dhe i njëjti qiell, por do t'jenë të pastruara, do t'jenë të ri për të rira, dhe të gjitha njollat e mëkatit janë zhdukur, të gjitha provat e vdekjes janë zhdukur, të gjitha shenjat e sëmundjes janë zhdukur. Pra, si do t'jetë bota atëherë? E po, le të kthehemi sërish te Zbulesa 21 vargu 1 dhe do t'ju tregoj diçka që e di me siguri. Por disa prej jush kjo mund t'i shtangë, madje disa tjerë dhe mund t'i zhgënjej, por shpresoj të jeni dakord në fund. Zbulesa 21:1 thot: "Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar dhe deti nuk ishte më." Të gjithë ne që jetojmë këtu në Kaliforni kemi ardhur që të jemi afër oqeanit. Por ti po qëndron aty dhe po më thua se jam shpërngulur kot këtu, sepse kur Perëndia të ketë mbaruar punë me këtë vend, ai do ta zhduk oqeanin. Kështu na thot apo jo? Nuk do të ketë më det. Cilën pjesë të kësaj nuk arrini të kuptoni? Apostulli Gjon thot, nuk do të ketë më det. Tani dëgjoni me kujdes. Me që 3/4 e globit sot janë nën ujë, një botë e re pa ndonjë det padyshim do të ishte e re. Nga njohuritë e shumta që kishte mbi krijimin, Dr. Henry Morris na e shpjegon natyrën e deklaratës së apostullit. Dëgjoni. Në fakt nuk do të ketë, thot Henry Morris, më nevojë për det në tokën e re. Deti i tanishëm nevojitet si një rezervuar për ruajtjen e sistemit hidrik të tokës. Në tokën e re, të gjithë burrat dhe gratë që do të jetojnë aty do të kenë trupa të lavdishëm që nuk do të kenë më nevojë për ujë. Trupat e tyre të ringjallur do të jenë ashtu si trupi i Zotit Jezus, prej mishi dhe kockash. Por me sa duket nuk do të kenë nevojë për gjakun, që të shërbejë si pastrues dhe ripërtëritës i mishit të trupit, si trupat e tanishëm. Nga ana e saj, thot ai, eliminon nevojën jetësore për ujë në tokë. Gjaku përmban 90% ujë, kurse trupi i sotëm njerëzor përmban 65% ujë. Me fjalë të tjera, mënyra se si jetojmë në mënyrë ekologjike në botën e re do të jetë krejtësisht e ndryshme nga mënyra se si jetojmë tani. Mund thoni, e po nuk mund ta përfituroj një botë të bukur pa pasur detin. E po mos harroni se në Jeruzalemin e ri, që nga froni i Perëndis rrjedh një lum, dhe është një lum i madh që rrjedh në përrëke dhe është ujë i ëmbël, jo ujë i kripur. Sepse kuptoni që kripa është ruajtës, që të mos ndodh kalbje, por në qiellin e ri dhe në tokën e re nuk do të ketë më kalbje, prandaj nuk do të ketë më nevojë për krip.
Dhe ujërat e ëmbla do të rrjedhin në të gjithë botën dhe do të jetë më bukur se çdo gjë që mund të përfituroni, me pemë që rriten nga të dyja anët e lumit, të cilat japin fryte të ndryshme çdo muaj, të cilat mund të zgjedhin dhe t'i ham, dhe me gjethe që sigurojnë një cilësi jete që është përtej çdo gjëje që kemi njohur ndonjëherë. Dhe kur Perëndia e ribën tokën dhe e ripërtërin, dëgjoni se çfarë bën ai. Së dyti dua që të shohim pak anullimin e mëkatit. Le të shohim vargun 3 të kapitullit 22 të Zbulesa. Zbulesa 22:3. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më. Dhe në të do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Çfarë është ky mallkim? Nuk janë ato që dëgjojmë në punë çdo javë. Nuk është gjuha që dëgjojmë në rrugë. Mallkimi është një ngjarje specifike që ndodhi dhe ju kujtohet se kur ndodhi. Në kopshtin e Edenit për shkak se njeriu shkeli urdhërimet e Perëndis. Perëndia e mallkoi tokën, po ju rifreskoi kujtesën. Le të kthehemi pas te libri Zanafillës, kapitulli 3. Zanafilla 3 duke filluar që nga vargu 17. Ja cili është mallkimi. Pastaj i tha Adamit, meqense dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre nga pema për cilën të kisha urdhëruar duke thënë mos ha prej saj, toka do të jetë mallkuar për shkakun tënd. Ti do të hash frytin e saj, me mund tërë ditët e jetës sate, ajo do të prodhoj gjemba dhe bim gjembore, dhe ti do të hash barin e fushave, do të hash bukën me djersën e ballit, derisa të rikthehesh në dhe, sepse nga ai ke dal, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh. Ky është mallkimi i vdekjes dhe i kalpjes. Tani Bibla thot se kur të shkojmë në qiellin e ri dhe në tokën e re nuk do të ketë më mallkim, mallkimi do të anullohet. Për shkak se njeriu ra në mëkat, një mallkim u shpall mbi këtë krijim. Dhe Perëndia dërgoi birin e tij në këtë botë që ta shpengonte krijimin nga rrjedhojat e mëkatit. Dhe vepra e Krishtit nuk është vetëm për të shpëtuar turmat e panumurta të njerëzve të blera me gjak. Vepra e plotë e Krishtit nuk është asgjë më pak se sa shpengimi i gjithë këtij krijimi nga efektet e mëkatit. Ky qëllim nuk do të përmbushet derisa Perëndia të shpallë tokën e re, derisa parajsa e humbur të bëhet parajsa e rigjetur. Së fundmi, e treta, nuk kemi vetëm largimin e detit dhe anullimin e mallkimit, por së treti, numri 3, kemi ripërtëritjen e të gjitha gjërave. Efesianëve 1:10 e thot në këtë mënyrë, që kur të plotësoheshin kohërat në fund të kohës, pra, Perëndia t'i sillte në një krye të vetme, në Krishtin të gjitha gjërat, tani dëgjoni, ato që janë në qiejt dhe ato që janë mbi dhe. Plani i Perëndis për epokat është që të gjitha gjërat në qiell dhe në tokë të sjell bashk në një krye të vetme, në Krishtin. Sot kemi një ndarje të madhe mes qiellit dhe tokës. Por kur Pali përdor shprehjen të gjitha gjërat, ai po përfshin gjithçka. Asgjë nuk do të mbetet jashtë. Krishti do ta sjellë qiellin në tokë dhe tokën në qiell. Dhe muri që e ndan qiellin dhe tokën do të shkatërrohet përjetësisht. Do të jetë vetëm një univers dhe të gjitha gjërat në qiell dhe në tokë do të jenë bashk në drejtimin e Zotit Jezus Krisht. Dhe plani i Perëndis është që të mos ketë më humner mes botës shpirtërore dhe botës fizike. Do të jetë vetëm një kozmos, një univers i bashkuar nën një Zot për jetë të jetëve. Ky është plani i pandalshëm i Perëndis. Drejt kësaj po shkon historia, drejt kësaj po shkojmë të gjithë. Drejt një qielli të ri dhe një tokë të re. Mësimi është ajo që shumë njerëz të kohës e quajnë një ndryshim në model. Si na e ndryshon këndvështrimin? Më lejoni t'ju jap 2 ide. Numri 1. Kjo na jep një vlerësim të ri për botën në cilën po jetojmë tani. Si të krishterë e dim që kemi një reputacion që jemi ekologjistë shumë të dobët. Ne kemi një reputacion që flasim keq për ata që i duan pemët edhe gjërat e natyrës, më kuptoni? Dhe nuk jam i sigurt nëse kjo është domosdoshmërisht e vërtet, nuk mendoj se është e vërtet, por e kuptoj se pse mund të jetë e vërtet, sepse kuptoni që nëse një krishter beson se kjo botë është vetëm diçka e përkohshme, që nuk do të ketë ndonjë qëllim në të ardhmen, që shtëpia jonë është aty lart, edhe kjo botë nuk është e mirë, dhe që nuk ja vlen dhe që do të shkatërrohet plotësisht, pse do të shpenzojë kohë duke u kujdesur për të? Edhe pse në pjesën e parë të librit të Zanafillës, një prej urdhërimeve thotë se duhet kujdesemi për tokën. Prandaj kur ne e kuptojmë se kjo tokë nuk do të shkatërrohet, por do të ripërtërihet, kur ne e kuptojmë se kjo tokë nëpërmjet asaj që ne mund të mos arrijmë t'i kuptojmë plotësisht, do të jetë pjesë e destinacionit ton të ardhshëm, shtëpia jonë e ardhshme për jetëve, do ta shohim këtë botë në një mënyrë krejt të ndryshme. Ndonjëherë kur Gjoni thotë që të mos e duam botën, ne e keq kuptojmë, ai nuk e ka fjalën për botën e krijuar, ai e ka fjalën për sistemin e botës. Ai po thotë mos e doni sistemin e kësaj bote, por mos ndaloni së dashuri botën. Ajo është bota e Atit tim.
Është bota e bukur që ai ka krijuar dhe ne gati e turprojmë Perëndin me qëndrimin që ne kemi ndaj kësaj bote ndonjëherë. Këtë e ka krijuar Perëndia që në fillim. Dhe po ne ja kemi bërë rëmuj atij, por një ditë lavdi Zotit ai do të kthehet përsëri dhe në një çast të vetëm ai do të rregullojë plotësisht gjithçka që është shkatruar. Dhe bota që ai krijoi, kur ai tha u bëf të drita, do të jetë përsëri ajo bota e pacënuar e Perëndis krijuesit ton, dhe ne do të jetojmë dhe mbretërojmë me të në jetëve. Një vlerësim të ri për botën në të cilën jetojmë dhe pastaj së dyti dhe e fundit, një vlerësim të ri për botën në të cilën do të shkojmë. Një vajzë e vogël po vizitonte fshatin dhe u mahnit nga shkëlqimi i qiellit të natës. Dhe i tha nënës së saj: "Mami, dëgjoni pak, nëse qielli është kaq i bukur këtej në anën e keqe, po mendoj se si ka për të dukur në anën e mirë." Ky është saktësisht edhe mendimi im. Ana e mirë e qiellit padyshim që nuk ka të krahasuar në shkëlqim. Është një vend ku ka vetëm të qeshura dhe jo lot, jetë dhe jo vdekje, këngë dhe jo vajtim, buzëqeshje dhe jo qarje, kënaqësi dhe jo dhimbje. Dhe Zoti dhe shpëtimtari ynë Jezus Krishti do të jetë aty, dhe Ati ynë i dashur në qiell do të jetë aty, dhe fryma e shenjtë e bekuar do të jetë aty, dhe do të ketë një qiell të ri dhe një tokë të re ku është vendosur një qytet i mahnitshëm që quhet Jeruzalem i ri. Dhe miqtë mi, unë do të shkoj aty. Unë do të shkoj aty. Dhe unë nuk i kam të gjitha përgjigjet, nuk i di të gjitha, por i njëjti Perëndi që krijoi këtë botë në mënyrë kaq të mrekullueshme do ta ripërtëri këtë botë. Dhe një ditë ne do të sundojmë dhe do të mbretërojmë me të në këtë vend të përsosur që quhet Parajs. Dhe vetmja mënyrë që mund t'ju them se mund të bëhet e juaja është përmes njëjtës formulë që Perëndia më dha mua, ja se cila është. Ai tha përmes birit të tij, Jezusit: "Unë jam udha." Ai nuk tha unë jam njëra prej udhëve, ai tha unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Tani dëgjojeni pak këtë, kjo është shumë ekskluzive, kjo vërtet që nuk është politikisht korrekte, por është thjesht biblikisht korrekte. Ja se çfarë tha ai, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. A doni që t'jetoni në këtë botë, të ri për të rirë dhe të zbukuruar nga Zoti, në një vend të quajtur Parajs në Jeruzalemin e ri, atëherë bëni mirë të siguroni që keni bërë paqe me Perëndin përmes Jezus Krishtit. Dhe kërkojini atij që të jetë Zoti dhe shpëtimtari juaj, dhe ai ka për ta bërë. Dhe ai ka për ta bërë pikërisht këtu, pikërisht tani, aty ku ndodheni ju. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sa po ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në moment vendimtar.